A e dini se shteti që sot njihet si Greqia moderne sipas shumë studiuesve dhe dokumenteve historike, nuk ka ekzistuar si komb i unifikuar deri në shekullin 19. Po sikur historia që kemi dëgjuar për një vazhdimsi të drejt për drejt nga Greqia e lashtë deri tek shteti modern, të mos jeta që thjesht sa duket. Në fillim të viteve 1800, Ballkani ishte një mozaik popujsh, gjuhësh dhe identitetesh. Shqiptar, vlle, turq, slav, rom dhe shumë të tjerë jetonin në të njëjtat territore. Por vetëm pak dekada më vonë në hartë u shfaq një shtet që pretendonte një identitet të vetëm kombëtar. Si ndodhi kjo? Kush e formoi identitetin modern grek? Dhe pse shumë historian thonë se realiteti i asaj kohe ishte krejt ndryshe nga narrativa që njihet sot. Sot do të futemi në një histori të diskutueshme, por jashtëzakonisht interesante. Nëse ju pëlqejnë dokumentare të tilla historike që hapin debate dhe tregojnë anën tjetër të historisë, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanal, sepse këtu zbulojmë histori që shpesh nuk tregohen. Në fillim të shekullit 19, territori që sot quhet Greqi ishte pjesë e Perandorisë Osmane. Nuk ekzistonte një shtet grek i pavarur dhe asnjë identitet kombëtar i unifikuar si ai që njohim sot. Popullsia e rajonit ishte e përzier. Shumë zona flisnin shqip, në disa vende flitej vllahisht, në të tjera turqisht apo gjuhë slave. Madje edhe disa studiues të huaj të kohës e përshkruajnë rajonin si një hapësirë ku identitetet ishin më shumë fetare se sa kombëtare. Njerëzit identifikoheshin si të krishter ortodoks, musliman apo katolik e jo domosdoshmërisht si grek. Dhe pikërisht në këtë realitet filloi të formohej ideja e një shteti të ri. Por kush e ndërtoi këtë identitet të ri? A ishte ai një vazhdimsi natyrale e antikitetit apo një projekt politik i shekullit 19? Për të kuptuar këtë, duhet ta shikojmë një grup shumë të rëndësishëm të kohës, panariotët. Panariotët ishin një elitë e arsimuar e krishterë brenda Perandorisë Osmane. Ata punonin si diplomat, tregtar, bankier, përkthyes dhe klerik. Shumë prej tyre nuk ishin etnikisht grek në kuptimin modern të fjalës. Ishte një elitë shumë etnike, por ata kishin diçka shumë të rëndësishme: arsimim, lidhje politike dhe ndikim. Në një periudhë kur Perandoria Osmane po dobësohej, fanariotët dhe elitat e tjera filluan të mbështesnin krijimin e një shteti të ri në Ballkan, një shtet që do të mbështetej edhe nga fuqitë më dha të Evropës. Britania, Franca dhe Rusia kishin interes të dobësonin Perandorinë Osmane. Dhe kështu në vitet 1820 shpërtheu revolucioni grek. Pas disa vitesh luftë dhe ndërhyrje së fuqive të mëdha, në hartë u shfaq një shtet i ri, Greqia. Por kur u krijua shteti, doli një problem i madh. Popullsia nuk ishte homogjene, madje as pak. Sipas shumë burimeve historike, në teritoret e Greqisë së shekullit 19 jetonin shqiptar apo arvanitas, vlle, turq, slav, rom dhe komunitete të tjera. Në shumë zona të Peloponezit dhe Atikës flitej shqip. Madje disa historian thonë se edhe Athina në fillim të shekullit 19 ishte më shumë një fshat me popullsi shqiptare se sa një qytet grek në kuptimin modern. Në ato kohë ideja një kombi të pastër ishte shumë e vështirë të realizohej, por shtetet moderne kishin nevojë për një identitet të qartë, dhe kështu filloi procesi i ndërtimit të identitetit kombëtar.
Dhe pikërisht këtu historia bëhet edhe më interesante, sepse ndryshimet më të mëdha ndodhen në fillim të shekullit 20. Pas luftrave ballkanike dhe rënjes së perandorisë osmane, rajoni përjetoi ndryshime dramatike. Në vitet 1920 ndodhi një nga lëvizjet më të mëdha të popullsisë në Evropë. Rreth 1.1 milion të krishterë nga Azia e Vogël u vendosën në Greqi. Në të njëjtën kohë, shumë musliman u larguan nga territori grek drejt Turqisë. Jo ndryshoi rrënjësisht përbërjen demografike të vendit. Në vitin 1928, Greqia regjistroi rreth 6.2 milion banor. Pas këtyre ndryshimeve, shteti filloi të paraqitej si një vend pothuajse homogjen, por realiteti historik është shumë më kompleks. Sepse brenda këtij identiteti të ri përfshiheshin komunitete të shumta që me kalimin e kohës u asimiluan, arvanit, vëlle, komunitete të tjera ballkanike. Dhe kjo na çon tek pyetja që ndez debate edhe sot. A është identiteti kombëtar diçka e lashtë apo diçka që ndërtohet me kalimin e kohës? Shumë historian thonë se kombet moderne në Evropë nuk janë aq të vjetra sa mendojnë. Franca moderne, Italia, Gjermania, të gjitha u formua në shekullin 19. Edhe në Ballkan ndodhi e njëjta, por pyetja mbetet. Ma ishte Greqia moderne një vazhdimsi e drejt për drejt e Greqisë së lashtë, apo një shtet i ri ndërtuar mbi një rajon shumë etnik? Me cilin popull të Ballkanit kanë më shumë afërsi grekët e lashtë? Na shkruani në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarrët tanë.